Grabitën me dhunë banesën e 66 vjeçarit të arrestuar në Lezhë, njëri u kap duke ikur nga Shqipëria. 3 persona kanë në pranga si të dyshuar për grabitjen me dhunë në banesën e 66 vjeçarit në fshatin Gajush në Lezhë. Sipas asaj që raporton policia, njëri prej bashkëpunëtorëve është arrestuar në tentativë për të ikur nga Shqipëria nëpërmjet pikës kufitare Muriqan. Nga hetime dyshohet se 3 personat janë implikuar në vjedhjen me dhunë të $1.500, 880 eurove, 50.000 lekëve dhe një armë gjahu në banesën e një 66 vjeçarin. Ngjarje ndodhur kjo në orët e parë të mëngjesit të datës 28/4/2025. Ndërkohë janë sekuestruar 5 celular si dhe 2 automjete të përdorura gjatë vjedhjes. Lezhë zbardhe dinamika e vjedhjes me dhunë në banesën e një të moshuarit në fshatin Gajush, kryer në datë 28/4/2025. Finalizohet operacioni policor i koduar telefonata, arrestohen 3 autorë të dyshuar të vjedhjes së disa shumave të parave, një armë gjahu në banesën e 66 vjeçarit. Njëri prej bashkëpunëtorëve u kap në tentativë për të ikur nga Shqipëria nëpërmjet pikës kufitare Muriqan. Procedohet penalisht babai i njërit prej të arrestuarve për përkrahje të autorëve. Sekuestrohen 5 celular si dhe 2 automjete të përdorura gjatë vjedhjes. Si rezultati i hetimeve të thelluara të kryera më njëherë pas telefonatës për vjedhje me dhunë në banesën e një 66 vjeçari në fshatin Gajush, shërbimet e komisariatit policisë Lezhë dhe ato të drejtorisë vendore të policisë Lezhë në bashkëpunim me prokurorinë e Lezhës zbardhën dinamikën e rastit dhe arrestuan autorët e dyshuar. Konkretisht në kuadër të operacionit telefonata u identifikuan, u kapën dhe u vënë pranga shtetasit KN, 22 vjeç, banues në Mirdit me precedent penal, AS 21 vjeç, banues në Korçë dhe LL 22 vjeç, banues në Tiranë, u kap nga shërbimet e pikës kufitare Muriqan në dalje. Nga hetime dyshohet se 3 shtetasit janë implikuar në vjedhjen me dhunë të $1.500, 880 eurove, 50.000 lekëve dhe një armë gjahu në banesën e një 66 vjeçari në fshatin Gajush, kryer në orët e parë të mëngjesit datës 28/4/2025. Në vijim të operacionit nisi procedimi në gjendje të lirë për baban e shtetasit KN, shtetasin GN, 50 vjeç, dhe për veprën penale për krahje autorit të krimit njofton policia. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.